Të nderuar deputet, e nderuar Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuar Kryeministri i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, të nderuar zëvendës Kryeministra dhe Ministra të Kabinetit Qeveritar, Basar Rifat, familje e komandantit legjendar Adem Jashari, të nderuar shkëlqësi ambasador dhe përfaqësues të misioneve diplomatike në Republikën e Kosovës, të nderuar zonja dhe zotrinj të pranishëm, qytetarë të Republikës së Kosovës, mirë se keni ardhur në seancën solemne të Kuvendit të Republikës së Kosovës me rastin e shënimit të 28 vjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ju lutem që të ngrihemi në këmbë fillimisht për ta nderuar himnin ton shtetëror dhe himnin ton kombëtar.
Tani u lus që me 1 minutë heshtje t'i nderojmë të gjithë të rënët për lirinë dhe pavarësinë e Republikës së Kosovës. Lavdi. Të nderuar të pranishëm, tani e ftoj Presidenten e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani Sadriu, që me një fjalë rasti t'i drejtohet kuvendit dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Urdhroni, zonja Presidente. Shumë i dashur Bacarifat, e nderuar familje Jashari, e nderuar kryetare kuvendit zonja Agjiu, e nderuar kryeministër i Republikës zoti Kurti, antar të kabinetit qeveritar, të nderuar ministra e deputet, ish president të Republikës, të nderuar ambasador dhe përfaqësues të misioneve diplomatike në vendin ton, familje të dëshmorëve, shoqata të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kryetar të komunave, përfaqësues të institucioneve qendrore e lokale, shumë të dashur qytetar të Kosovës. Marsi që në mitologjinë e lashtë simbolizonte luftën dhe guximin, ishte muaji i përballjeve, të cilat vendosën drejtimin e historisë sonë. Pikrisht më 5, 6 dhe 7 mars 1998, në zemër të Prekazit, historia jonë mori drejtim të ri. Këtu qëndresa, sakrifica, heroizmi dhe ardhmja jonë në një vend. Në bedenat e kullave në Prekaz qëndroi komandanti legjendar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari, bashkë me gjithë familjen e tij, duke zgjedhur sakrificën përpara përkuljes. Ata zgjodhën lirin para frikës, e mbi të gjitha zgjodhën nderin para jetës. Në ato 3 ditë marsi u bë muaji i epopes dhe i sakrificës që ringjalli një komb të tërë. Familja Jashari u bë kala, ndërkaq kullat e tyre u bën flamur i përhershëm i lirisë sonë. Sot kur kujtojmë 5, 6 dhe 7 marsin, kujtojmë momentin kur Kosova vendosi mos të jetoj e gjunjëzuar. Prandaj 3 ditët e epopes janë histori e shkruar me qëndresë para së cilës përkulemi sot e do të vazhdojmë të përkulemi për gjithmonë. 58 shpirtra u bën dritë për një popull. Në ato ditë krisma e armëve nuk ishte vetëm zhurmë baruti, por thirrje për liri. Ky ishte kushtrimi që zgjoi Drenicën, Kosovën, mbar kombin, por po ashtu zgjoi ndërgjegjen e gjithë botës. Epopeja e Marsit nuk është vetëm kujtesë emocionale, është akt themelues i Republikës sonë dhe moment kur pushka e qëndresës u bë zë politik i një kombi që kërkonte vendin e vet në botë si komb i lirë. Nga Prekazi nisi orteku i lirisë që nuk u ndal më. Nisi një frym që u përhap në çdo fshat e në çdo qytet. Nisi një betim se kjo tokë nuk do të nëpërkëmbej. Epopeja është epike sepse buroi nga populli, nga pragu i kullave në Prekaz. E tillë ishte e gjithë ushtria çlirimtare e Kosovës, sepse pikrisht buroi nga populli. Dhe lufta që e bëri ishte jo vetëm e drejtë, por edhe e domosdoshme dhe do ta mbrojmë për sa të jetë jeta. Sot kur përmendim emrin e Adem Jasharit, komandantit legjendar të gjithë familjes Jashari, kemi në mendje frymën dhe thirrjen që na kujton se liria asnjëherë nuk është dhuratë, por është sakrificë. Shteti është përgjegjësi dhe flamuri që e personifikon atë është amanet. Familja Adem Jasharit nuk është vetëm simbol i flijimit, por edhe i dinjitetit të lartë shtetëror. Me heshtje fisnike dhe me një qëndrim të palëkundur, familja Jashari vazhdon të jetë aty ku e vendosi historia, në pjedestalin më të lartë të sakrificës për atë dheun. Të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm.
Epopeja na mëson se kur një popull vendos të jetoj I lirë, asnjë forcë nuk mund ta ndalë atë. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, lufta e jasharajve, nuk ishte vetëm betejë e një populli. Ajo u pasqyrua dhe u mbështet edhe nga miqtë tanë anë kënd globit. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek aleatët tanë evropian e shumë shtete tjera demokratike, ato që ndruan në krah të Kosovës duke na dhënë mbështetje në momentet më të rënda. Dhe pikërisht kjo mbështetje dhe solidaritet e bashkëdyzuar me sakrificën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës e bën të mundur kapitullin e ri të lirisë dhe të shtetit tonë. Por epopeja nuk ka mbaruar. Ajo vazhdon në secilin institucion, te secili ushtar I forcës së sigurisë së Kosovës, te secili polic që çdo ditë kujdeset për sigurinë tonë, te mësuesit që edukojnë këtë brez, te mjekët tanë, e mbi të gjitha, te secili qytetar që punon me ndershmëri. Sa herë që dikush dyshon në forcën e këtij populli, mjafton ta përmend një emër, Adem Jasharin dhe familjen Jashari. Ata ranë për të ngritur një këmbë I tërë. Jemi mirënjohës përjetësisht gjithë familjes Jashari dhe gjithë burrave e grave të UÇK-s të cilët I dolën Zot atë dheut dhe ranë për lirinë e tij. Me kujtimin e herojnëve dhe të kaluarës sonë, me kujtimin e gjithë martirëve që ranë e u flijuan për lirinë tonë, ne afirmojmë edhe të ardhmen. Kosova ka mësuar se liria kërkon vizion, vendosmëri dhe mbrojtje të vazhdueshme. Secili qytetari ynë është partner I këtij projekti kombëtar. Çdo vendim I drejtë dhe I mençur forcon themelet e shtetit tonë. Prandaj kemi detyrimin kombëtar e moral të transformojmë kujtesën tonë historike në vizion politik e zhvillimor. Në Kosovë të fuqishme, ku vendimarrja strategjike dhe integriteti institucional sigurojnë prosperitetin e brezave që vijnë pas nesh. Ky është amaneti I epopesë së UÇK-s. Të vazhdojmë ta forcojmë shtetin për të cilin ata dhanë jetën, shtetin ku memoria kombëtare shërben si udhërrëfyes për një të ardhme të qartë, të drejtë dhe vizionare. Zoti e bekoft familjen Jashari, simbolin më emblematik të shtetit e të kombit tonë. Zoti I bekoft të gjithë dëshmorët e UÇK-s, të gjithë martirët. Zoti e bekoft Republikën e Kosovës. Ju faleminderit. Faleminderit e nderuar zonja presidente. Më lejoni tani që në këtë përvjetor të shënimit të 28 vjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, t'ju drejtohem me një fjalë rasti. Nderuara familje Jashari, nderuar e I dashur Bacarifat, familje të dëshmorëve, deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e nderuar zonja presidente, nderuar kryeministër I Republikës, zëvendës kryeministra e ministra të kabinetit qeveritar, shkëlqësi ambasador dhe përfaqësues të shteteve mike, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të dashur qytetar të Republikës së Kosovës, të nderuara media. Në marsin e vitit 1998, në Prekaz, shtëpia Jasharve ishte si shtëpit e tjera në Kosovë. Një obor I zakonshëm, mure të ngritura me shumë mund. Një prag që hape e mbyllej çdo ditë, për fëmijë që hynin e dilnin, gra e burra që mbanin familjen dhe shtëpinë. Në agimin e 5 marsit, forca të shumta policore dhe ushtarake serbe izoluan fshatin. Zunë pozicione me mjete të blinduara dhe artileri të rënd. Një aparat I tërë shtetëror dhune u përqendrua para familjes Jashari. Shtëpia u rrethua, rrugët u bllokuan, lëvizja u ndërprej. Komandanti Adem Jashari dhe gjithë Jasharajt atë ditë e dinin se çfarë dite kishte ardhur. Shtëpia që deri dje ishte e zakonshme u kthye në qendër të një përballjeje që ndryshoi historinë. Në 30 ditë luftime, e gjithë historia e Kosovës kaloi përmes Jasharajve dhe qëndresës së tyre.
përmes vendosmërisë për të mos u larguar nga toka e tyre. Ata morën mbi vete barën më të rëndë të kohës, një dështyrë të vështirë, por shumë të rëndë. Në atë shtëpi ishin Adem Jashari dhe Hamzi Jashari, prindrit Shabane Zahide, gratë dhe fëmijët, të gjithë bashk, krah për krah, të vetëdijshëm për atë që po vinte. Askush nuk u largua. Gra dhe burra luftuan e qëndruan. Çdo dhomë, çdo obor u kthye në vijë mbrojtje. Çdo shpërthim dhe çdo krismë u bë betejë për liri. Lufta e atyre 3 ditëve nuk ishte vetëm për një familje, ishte për një popull që kërkonte të mos dorëzohej, të mos nënshtrohej. Në fund të atyre 3 ditëve u vranë të moshuar që kishin parë shumë. Burra e gra në moshën e forcës, por edhe fëmijë që sapo kishin nisur jetën. Sakrifica e tyre mbeti jo vetëm dhimbje, por themeli kujtesës dhe i qëndresës së kombit tonë. Një vajzë e vogël pa gjithçka. Dëgjoi jehonën e shpërthimeve dhe pa luftime që përfshin vendin. Besarta Jashari arriti të mbjetoj duke u bërë dëshmitarja e parë e sakrificës dhe dhimbjes, por edhe e krenarisë dhe forcës mbarkombëtare që lindi nga ajo ngjarje. Forcat okupatore që urdhruan sulmin mund të kenë menduar se mbyllën një vatë të rezistence. Por në vërtet, ata vetëm hapën një kapitull që nuk do të mbyllej më kurrë. Pas prekazit, ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ishte më një strukturë shpërndar, ajo u bë një realitet i pakthyeshëm, edhe lufta, edhe qëllimi morën një formë tjetër, por shumë të qartë. Epopeja UÇK-s 5, 6 dhe 7 mars 1998 nuk është vetëm një ngjarje. Ajo është një mesazh i përjetshëm, qëndrimi i guximshëm, sakrifica, vendosmëria dhe dashuria për liri mund të ndryshojnë rrjedhën e historisë. Prekazi u bë simboli një populli që nuk pranon të dorëzohet. Të nderuar të pranishëm, Prekazi është një vend konkret në hartë. Por në mars të vitit 98 ai u bë një vit ndarëse në kohë. Para ti, liria ishte kërkesë, pas ti, liria u bë domosdoshmëri. Ne sot flasim nga institucionet të zgjedhura në një shtet të njohur ndërkombëtarisht me kufi të mbrojtur, nga një republikë e re. Kjo është pjesa historike e asaj që ndodhi. Nuk ka fjalë që e shtojnë madhështinë e asaj sakrifice, por ka një detyrë. Ata që ranë nuk kërkuan premtime. Ata morën një vendim. Me atë vendim na lanë përgjegjësinë për ta bërë këtë republikë të drejtë, për ta mbrojtur dhe për ta përparuar lirinë tonë, për ta forcuar shtetin me ndershmëri, për ta mbajtur dinjitetin mbi frikën. Toka e Prekazit nuk është e rëndë vetëm për atë që ndodhi aty. Ajo është e rëndë sidomos nga ajo që kërkon prej nesh. Ajo kërkon karakter, kërkon maturi, kërkon bashkim kur është shumë e vështirë. Kërkon që liria të mos përdoret, por të përparoj përmes qytetarëve, përmes institucioneve, përmes përgjithësisë të secilit prej nesh. Sot kur kujtojmë 5, 6 dhe 7 marsin, nuk kujtojmë vetëm rënjën, kujtojmë zgjedhjen që u bë, zgjedhjen për të mos u dorëzuar. Kjo zgjedhje bëri historinë të lëviz, lavdi atyre që ranë Prekaz, lavdi familjes Jashari, lavdi secilit që vendosi lirinë para jetës. Dhe që puna jone për ditëshme dëshmia se sakrifica atyre nuk ka qenë e kotë. Ju faleminderit. Tani e ftojmë Kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Albin Kurti, që të marrë fjalën. Urdhëronin zoti Kryeministër. E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, e nderuara Kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës, zonja Albulena Agjiu, i nderuari Baca Rifat Jashari, e nderuara familje Jashari, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, të nderuar zëvendës kryeministra e ministra në qeverinë e Kosovës, të nderuar ambasador, diplomat e miq ndërkombëtar, të nderuara familjet dëshmorëve, invalid e veteran
të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, i nderuari President Fatmir Sejdiu, i nderuari Drejtor i AKI-s Petrita Jeti, të nderuar udhëheqës e përfaqësues të institucioneve shtetërore e vendore, të dashur qytetarë të Kosovës, zonja dhe zotëri, si në çdo mars jemi këtu bashk për kujtimin e një prej akteve më të larta të historisë sonë kombëtare, epopesë së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Në ato ditë të përballjes së vullnetit për liri me aparatin e shtypjes, në prekaz, historia u shkrua me zjarr dhe me gjak. Toka u bë altar i lirisë e një familje u bë simbol kombëtar. Figura e kryekomandantit Adem Jashari, e lidhur pasgjithshmërisht me fatin e familjes dhe të bashkëluftëtarëve të tij, u bë personifikim i vendosmërisë për të mos e pranuar nënshtrimin. Kjo sakrificë u përjetësua në vetdijen dhe kujtesën tonë kolektive si mësim i përhershëm se liria paguhet shtrejt, sa ajo është vlerë e panegociueshme dhe e drejtë e patjetërsueshme. Në rrjedhën historike të përpjekjeve të gjata politike e shoqërore për të drejta, barazi dhe dinjitet, kthesa në prekaz artikuloi qartë aspiratën e popullit të Kosovës për çlirim nga Serbia pushtuese. Epopeja UÇK-s u bë thirrje për mobilizim, për bashkim dhe për artikulim të qartë të synimit ton për shtetësi dhe mbetësi. Qëndresa e familjes Jasharit prekazit dhe gjithë atyre që u rreshtuan krah tyre e pas tyre në udhën e çlirimit, përbëj një trashëgimi të thellë politike, kulturore e kombëtare, prej së cilës burën liria e Kosovës dhe mbi të cilën u ngrit Republika jonë. Krismat e pushve në prekaz u përhapën larg deri te ndërgjegja e diplomacisë ndërkombëtare. Ato krisma zgjuan mbar kombin dhe shumë fishuan radhët e luftarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, duke shndërruar rezistencën në një lëvizje të pandalshme për liri. Zonja dhe zotëri, të nderuar të pranishëm, krahas së qeni një ditë nderimi, sot është edhe ditë reflektimi për rrugën që kemi bërë dhe për atë që na pret. Sot ne jemi shteti një popull i liridashës që gjithmonë është rreshtuar në anën e drejtësisë. Jemi Republika e një shoqërie që ndërton të ardhmen e saj mbi demokracinë dhe ligjin, mbi liritë njerëzore e qytetare, si dhe mbi vlerat civilizuese perëndimore. Ne e nderojmë sakrificën e jasharëve, teksa forcojmë Republikën çdo ditë me punë të ndershme e me institucione stabile. Kjo është mënyra më e mirë për ta kthyer kujtesën në përgjegjësi dhe historinë në udhërrëfyes. Të dashur qytetar, përmes sakrificës së prekazit, janë tejkaluar kufijt e një ngjarje të vetme historike të ndodhur në vendin ton këtu e 28 vjet më parë. Ajo tashmë është besë e shpresë për popullin ton, e pikë referimi për brezat e ardhshëm, si dhe çështje studimi e frymëzimi për studiuesit e akademikët mbar botës. Duke përkujtuar epopenë e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, ne riafirmojmë zotimin dhe besatimin ton për një Kosovë të lirë, të drejtë dhe përparimtare, mbi historinë tonë të lavdishme e drejtë të ardhmës sonë të ndritshme. Lavdi jetës dhe veprës heroike të kryekomandantit Adem Jashari, lavdi familjes Jashari, lavdi luftës së drejtë të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe të gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit. Ju faleminderit. Faleminderit i nderuar kryeministër. Tani është radha e grupeve parlamentare. Ftoj nga vetëvendosja zonjën Arbriana Gavci, zonja Arshqipe Selime. E nderuar familja Jashari,
i nderuar Bacarifat, të nderuar familjar të dëshmorëve dhe bashkëluftëtar, të nderuar mysafir në këtë seancë solemne, e pror ushtarak dhe policor, e nderuar zonja presidente Osmani, e nderuar kryetare e kuvendit zonja Haxhiu, i nderuar kryeministër Kurti dhe antar të qeverisë së Kosovës, të nderuar qytetar dhe bashkombas që na ndiqni. Në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, më lejoni të t'ju drejtohem në 28 vjetorin e epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Jemi sërish, sikur çdo vit, në përvjetorin e kujtimit të lavdisë kombëtare, në kujtimin e epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në kujtimin e nderimin e të gjithë dëshmorëve të atë dheut. Aq më tepër kur ky përvjetor tash sa vite përkujtohet këtu në kuvendin e Kosovës, gjë që jep kuptim edhe më të madh ekzistencës së institucioneve tona. Në historinë tonë të lavdishme, 5 marsi dhe epopeja e UÇK-s është pikë takimi ynë, ku bashkohemi dhe reflektojmë unitet e vetdije kombëtare. Kjo datë i mbledh së bashku të gjithë njerëzit e mirë dhe patriot pa dallime. Shembulli i sakrificës dhe heroizmit të komandantit legjendar Adem Jashari, i familjes Jasharit dhe i luftëtarëve të UÇK-s, na bën që të jemi të vetëdijshëm se sa i shtrenjtë është atë dheu dhe si duhet t'i dalim Zot sa herë ka nevojë për ne. Me luftën në përbreza e sidomos me luftën e fundit, Prekazit dhe Jasharët i dhanë leksion botës se sa e shtrenjtë është liria dhe sa e madhe është sakrifica për të. Familja Jashari është shembull për kombin dhe për të gjithë njerëzimin. Prandaj, sa herë vjen 5 marsi, vjen si reflektim i kujtesës dhe i vetdijes sonë kombëtare. 5 marsi na e mban gjallë ndjenjat kombëtare e njerëzore, na e mban të freskët kujtimin për dëshmorët dhe na mban të paluhatur në rrugën e duhur të ecjes përpara. 5, 6 dhe 7 marsi nuk i takojnë vetëm të kaluarës tonë tashmë. Epopeja e UÇK-s është edhe e sotmja e cila na e rrëfen të ardhmen tonë të dinjitetshme. Prandaj, lufta e lavdishme çlirimtare, përveç se të përkujtohet e të nderohet, ka nevojë edhe të mbrohet si vlerë. Ka nevojë të mbrohet sidomos atëherë kur sulmohet pastërtia e saj, kur sulmohet lufta e drejtë dhe kur sulmohen rënjet e saj. Lufta jonë e drejtë duhet të mbrohet edhe kur tentohet të rishkruhet historia jonë e lavdishme. Të nderuar qytetarë, sa herë vjen kjo datë, zemrat tona rrahin me Jasharët. Sa herë vjen kjo datë, dhimbja jonë janë Jasharët. Sa herë vjen kjo datë, krenaria jonë janë Jasharët. Prandaj, kushdo që tenton ta rishkruaj historinë e UÇK-s dhe Adem Jasharit, qoftë duke e trajtuar nëpër salla gjyqi, përgjigjja jonë e përbashkët është se ne të gjithë jemi UÇK. Ne të gjithë jemi Jashar. Faleminderit. Faleminderit e nderuar deputete Selimi. Tani nga PDK-ja është deputeti Bedri Hamza. I dashur Bacarifat, e nderuara familja Jashari, shkelësia juaj zonja presidente Osmani, i nderuari zoti kryeministër, të nderuar deputet, zënës kryeministra, ministra, kor diplomatik, përfaqësues të medjave, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës. Sot jemi mbledhur në këtë sallë jo vetëm për të kujtuar një ngjarje historike, por për të nderuar një moment
që i dha kuptim vetë historisë sonë, epopenë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe rënien heroike të familjes Jashari në Prekaz. Kanë kaluar 28 vjet nga ato 3 ditë morsit që ndryshuan përgjithmonë fatin e Kosovës. Me 5, 6 dhe 7 mars 1998, një familje shqiptare vendosit të qëndrojnë në pragun e shtëpisë së vet përballë një ushtrie të tërë pushtuese. Por ato 3 ditë nuk janë vetëm një betejë në kalendarin e historisë sonë. Ato janë një mësim i përhershëm për vetë kuptimin e lirisë. Sepse ka momente kur historia nuk shkruhet nga numrat, nga fuqia ushtarake apo nga kalkulimet politike. Historia shkruhet nga vendimet morale të njerëzve që refuzojnë të nështrohen. Dhe në ato 3 ditë morsit në Prekaz, historia e Kosovës mori pikërisht këtë formë. Prekazi nuk ishte vetëm një fshat. Ai u bë altar i lirisë, ndërsa familja Jashari u bë simbol i ndërgjegjes dhe qëndresës së një populli të tërë. Mirë po historia so që ndodhi në mars të vitit 1998 duhet kujtuar gjithmonë në tërsinë e saj. Forcat serbe nuk e kishin sulmuar Prekazin dhe familjen e Jashari për të herë të parë. Brenda pak viteve, këto forca ishin mësuar 3 herë kundër Jasharëve. 2 herë e para u zbrapsen, sepse në atë kull nuk qëndronte thjesht një familje. Aty qëndronte një vullnet i pathyeshëm për çlirim. Herën e tretë, në mars vitit 1998, regjimi serb vendosi të përdorë gjithë makineritë e tij ushtarake kundër familjes Jashari. Rrëthimi zgjati 3 ditë. 3 ditë rezistencë, 3 ditë heroizëm, 3 ditë kur burra, gra dhe fëmijë luftuan për lirinë e Kosovës. Në ato 3 ditë u dëshmua një vërtet e madhe historisë njerëzore. Liria nuk është vetëm një ideal politik. Liria është vendim, vendimi për të mos u dërzuar, vendimi për të qëndruar, një vendim për të sakrifikuar gjithçka kur dinjiteti i një populli është në rrezik. Në atë betejë 3 ditore ron 59 dëshmorë. Por nga ky gjak u ngrit një forcë që nuk mund të ndalej më, vullneti i një populli për liri i mishruar në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Për familjen Jashari, ushtria çlirimtare e Kosovës nuk do të kishte marrë atë frymë të madhe që mbizotroi një popull të tërë. Dhe pa ushtrinë çlirimtare të Kosovës, Kosova nuk do të kishte fituar lirinë dhe pavarësinë e saj. Në Prekaz, Adem Jashari kishte thonë një fjali që sot tingëllon si një amanet për brezat. Vetëm një vdekje kemi në këtë jetë dhe një fjalë të mirë në gryk të pushkës. Në këto pak fjalë përmbledhet e tërë filozofia e asaj që ndodhi në ato 3 ditë, sepse aty nuk kishte vetëm armë, aty kishte besim, aty kishte dinjitet. Aty kishte një bindje të thellë se liria nuk është diçka që falet, por diçka që fitohet. Edhe Hamza kishte thonë një fjali me vendosmëri të madhe. Edhe Evropa po t'i hap dyrë për ne nuk do ta lëshojmë këtë vend. Kjo ishte zgjidhja e tyre, të qëndrojnë, të luftojnë, të sakrifikojnë gjithçka për Kosovën. Madje edhe fëmijët e familjes Jashari u bën pjesë e asaj rezistence. Historia na tregon për kushtrimin vetëm 14 vjeç, i cili pranë trupave të rënd familjes e tij me automatik në dorë shkrepte breshri plumash kundër forcave serbe, sepse në familjen Jashari, guximi dhe rezistenca nuk ishin vetëm virtyte, ato ishin mënyrë e jetesës, ndërsa liria nuk ishte vetëm një ëndër. Ajo ishte bindje, edhe atëherë kur çmimi i saj duhet paguar me jetë. Të dashur qytetar, në Prekaz me 5, 6 dhe 7 mars luftoi ndërgjegja e një populli të tërë. Sot, 28 vite pas, ne jetojmë në një shtet të lirë dhe të pavarur. Amo në këtë përvjetor, du të kujtojmë edhe një të vërtet tjetër. Sot, kur bën përpjekje për të gjykuar luftën tonë shërimtare dhe rishkruar historinë tonë,
kur në Hag po gjykohen bashkëluftarët e Adem Jasharit, presidenti Thaçi, kryetari Veseli, Baci Jakub e Rexha, ne duhet jemi të qartë për një gjë. Lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ishte një luftë e drejtë. Ishte luftë për liri, për dinjitet dhe për të drejtën themelore të një populli për të jetuar të lirë në tokën e vet. Kjo nuk është vetëm bindja jonë politike apo emocionale, kjo është e vërteta historike. Dhe pikrisht për këtë arsye, sakrifica e familjes Jashari dhe çdo dëshmor të Kosovës mbetet e drejtë, e pastër dhe pa negocueshme në ndërgjegjen e historisë sonë. Të nderuar deputet, i dashur Bacarifat, në këtë 28 vjetor, me respektin më të madh për qëndrimin e familjes Jashari dhe për vendosmërinë e tyre për qëndruar mbi çdo interes politik njerëzor, ju themi familjes Jashari është më e madhe se çdo post politik. Familja Jashari është një familje heroike e historisë sonë kombëtare. Ai përket ndërgjegjes së Kosovës dhe aty do të mbetet për sa kohë që do të ketë jetë mbi këtë tokë. Sot, në këtë përvjetor të epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës, përulimi me respekt të thellë para sakrificës së Jasharëve, mirënjohje dhe lavdi për luftën dhe heroizmin e familjes Jashari, lavdi të përjetshme dëshmorëve dhe martyrëve të Kosovës, lavdi ushtrisë lirimtare të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit zoti Anza, tani ka fjalën deputeti Abdi Gjiku nga LDK. E nderuara Presidenti e Republikës Kosovës, zonja Osmani, shumë i nderuar Bacarifat, e nderuara kryetare kuvendit, i nderuar kryeministër, anëtar të kabinetit qeveritar, të nderuar deputet të kuvendit Kosovës, përfaqësues të korrit diplomatik, të nderuar familjarë të dëshmorëve, veteran e invalid të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, i nderuar zoti Hamza, i nderuar zoti Haradinaj. Në historinë e njerëzimit, si në historinë e kombëve, ka momente kur koha duket sikur ndalet dhe një popull përballet me vetveten. Janë çaste të rralla kur historia nuk rrjedh më si një vazhdimsi e zakonshme e ditëve që koha si mban mend, por përqendrohet në një provë shumë të madhe morale. Këto prova të thella morale shtrojnë një dilemë sa të thjesht, aq edhe të rëndë për shumë gjenerata. Dilemën dhe pyetjen se për çfarë është një popull i gatshëm të jetojë dhe çfarë është i gatshëm të sakrifikojë. Në ato çaste, popujt nuk matën më me numra, nuk matën as me territore, edhe më pak me forcë luftarake. Ata matën me shpirtin e tyre, me gatishmërinë për mbrojtur atë që konsiderojnë të shenjtë, më të shenjtë se sa veten e tyre. Dhe në ato çaste vendimtare historia kërkon njerëz që janë në lartësinë e saj. Njerëz që kuptojnë se jeta e tyre nuk ku përket më vetëm atyre, por është destinuar për një fat shumë më të madh kombëtar. Ata janë njerëz që ndoshta lindin si gjithë të tjerët, jetojnë si gjithë të tjerët, por që në momentin e provës epokale ngrihen mbi frikën, mbi instinktin e mbijetisës që mund ta kemi secili prej nesh, dhe bën bartës të një përgjegjësie shumë më të madhe se vetjeta e tyre. Pra thënë shkurt, sakrifikohen. Tani sakrifica është akt madhështor, në fakt është akti më madhështor që qenia njerëzore në tokë, por dhe raportin e saj me hynorën, pra me vetë Zotin, arrin të ndërtoj. Sepse sakrifica nuk është vetëm akt i luftës, ajo është një filozofi e vetjetës. Në këtë kuptim, sakrifica nuk është humbje. Ajo është një formë e rrallë e krijimit. Sepse përmes saj lind kuptimi më i thellë i një populli për vetveten. Një popull e kupton se kush është jo vetëm nga mënyra se si jeton, por edhe nga ajo për të cilën është i gatshëm sakrifikoj. Dhe pikërisht këtë, kuptimin për çfarë jemi të gatshëm të jetojmë dhe çfarë jemi të gatshëm të sakrifikojmë, atë dilemë të madhe morale na mësoi dhe zgjodhi një familje shqiptare, familja Jashari, në marsin e vitit 1998 në Prekas. Ata na thanë, ne jemi të gatshëm të flijohemi dhe nëpërmjet këtij akti na krijuan ndërgjegjen kombëtare
për luftën tonë çlirimtare. 28 vjet më parë, me thirrjeve monumentale të brezave në histori, në këtë familje shqiptare, në familjen Jashari, Adem Jashari, Hamz Jashari, Shaban Jashari dhe 56 anëtar tjerë të familjes, të afërm e bashkëluftëtar, ranë në altarin e lirisë, duke dhënë vendet jo vetëm një histori sakrifice, por edhe një thirrje nacionale për përmbushjen e një rrugtimi që s'mund të ndalej më. Ademi, jo vetëm për nga emri, si përshkrim i një udhëzimi të marrë nga Zoti, por edhe nga akti, është njeriu i parë. I pari që e bëri hapin në një rrugë që nuk e shete askush. Ndonë se kur flasim për Ademin, pra për të parin, shpesh ndalemi të momenti ti fundit, të beteja, të rrethimi, të sakrifica, duhet të kuptojmë se figura ti si pasqyre popullit ti nuk fillon aty, nga fundi pra, përkundrazi. Njerëzit që bën figurat historisë nuk lindin në çastin e fundit jetës tyre. Ata formohen gjatë, më heshte, njerëtën e zakonshme të përditshme, mënyrën se si e shohin vendin, botën dhe si e kuptojnë kohën e tyre. Adem Jashari, para së gjithash, një njeri i një vendi të shtypur, ishte një njeri një toke jo të lirë, i një shtëpie shumë fisnike dhe një familje me një kujtesë të trashëguar. Në botën e përditshmërisë së tij, aty ku rrëfimet për qëndresën e brezave të mëparshëm përziheshin me jetën e përditshme të brezit të tij, historia nuk ishte diçka e largët. Ajo ishte një prani e vazhdueshme, por natshme, mes një ode të një kulle me plot meq. Në atë prani të vazhdueshme e të përnatshme u krijua dhe Ademi, jo si legjendar, por si nismëtar e një hapi të madh, pra si i pari. Adem Jashari nuk e mësoi dashurinë për vendin si një ide abstrakte, ai e mësoi si një ndjenjë, si lidhje me tokën e të parëve të tij, me njerëzit e tij dhe me pragun e shtëpisë. Prandaj vendimet e tij nuk ishin vendime të një ideologjie, ishin vendime të një ndjenje të thellë për atë që është e drejtë. Sepse në çdo kohë të vështirë ka shumë njerëz që ndjejnë padrejtësinë, shumë njerëz që duan lirinë dhe shumë njerëz që e presin një ditë mirë, por vetëm disa e marrin për vete barën për ta filluar atë ditë. Adem Jashari ishte njëri prej tyre, pra ishte i pari. Në këtë kuptim, Ademi nuk ishte vetëm komandanti një grupi luftëtarësh, ai ishte një njeri që kishte vendosur se një epokë kishte përfunduar dhe një epokë tjetër duhet fillonte. Ai ishte ndër ata njerëz që ndjejnë ardhin e historisë para se ajo të shpërthej. Thënë shkurt, thënë shqip, ai do të shkruante këtë histori me aktin e vet. Dhe në këtë shkrim historie të mos harrojmë se Ademi, si i pari, nuk ishte vetëm një figurë luftarake ushtrie. Para se të ishte komandant, ai ishte bir, ishte vëlla, ishte bashkëshort dhe mbi gjitha ishte baba, ishte prind. Ishte njeri i një shtëpie ku jeta vazhdonte si çdo familje tjetër, me fëmijë, me zëra dhe me shpresë për të ardhmen. Dhe ndoshta pikërisht këtu qëndron mashtia e tij, diçka që duhet t'u mësojmë secilës brezni, përfshirë dhe kësaj timës. Sepse sakrifica nuk ishte vendimi një njeriu që nuk kishte çfarë të humbiste. Ishte vendimi një njeriu që kishte gjithçka që një njeri mund të ketë në jetë. Familjen, fëmijët, vetjetën. Dhe vendosi t'i jap të gjitha për ne. Dhe atë duke kënduar. Tani kënga tek shqiptarët lind në momentet më të rënda dhe në momentet më të mëdha. Ajo është mënyra se si një popull i thot botës se nuk është hyer, se shpirti i tij është i lirë. Në këngë shqiptare, shqiptarët kanë ruajtur kujtesën e tyre, dhimbjen e tyre, por dhe krenarinë dhe shpresën për të nesërmen. Prandaj kur një shqiptar këndon në momentin e fundit, ai nuk i këndon fundit i tij. Ai këndon jetës që vazhdon, brezave që do të vinë dhe lirisë që ende nuk ka arritur, por që tashmë është destinim historik. Dhe Adem Jashari, i pari, në ato qaste, po i këndonte pikërisht këtij destinimi historik. Ai po i këndonte një fillimi të ri, një fillimi për popullin e tij, për fëmijët e tjerë të këtij vendi, jo të tij, e të familjes së tij, dhe për Kosovën që do të lindë e lirë nga ajo sakrificë. Dhe kjo thirrje natyrisht u dëgjua në gjithë Kosovën, ajo bë motiv i djemve vajzave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që në rreshtimin më të madh historik të vendit u sakrifikuan
në vetë themelin e shtetit tonë të ri. Komandanti i rënë i tyre kishte lënë ndjekës që do të ndërtonin historitë më të bukura të vendit tonë. Kjo thirrje e tyre u dëgjua edhe në përbot me aselatëve tonë, që në orët tona më të rënda në u gjendën në krah, sepse Adem Jashari, familja e tij, siç dhe thoshte presidenti Ibrahim Rugova, po e mbronin pragun e shtëpisë. Dhe në gjithë shenjtërinë e mbrojtjes së pragut të shtëpisë, qëndronte edhe bindja kokfort e një populli të tërë për të kërkuar lirinë dhe vendin e barabartë mes popujve të tjerë në përbot, me çdo çmim. Një popull që e do lirinë, siç e donte Adem Jashari dhe familja e tij, do ta fitonte atë një ditë. Prandaj dhe e fitua. Thirrja e Jasharajve vazhdon të dëgohet edhe sot. Ajo na kumbon edhe sot, edhe në këtë sallë, edhe në këtë seancë. Ajo na vije si rikujtimi për ditëshëm i obligimit tonë për vendin që kemi, barrën e trashëguar nga të tjerët para nesh, e trashëgëminë e domosdoshme që duhet ta lëmë tek të tjerët. Ajo na vije si thirrje për bashkim të brendshëm, për atë dashuri të pashtershme e për angazhim të mbar e të drejtë në çdo veprim tonin. Këtë liri, këtë shtet të ardhmen si mosi e kemi si trashëgimi të shenjtë dhe të shtrenjtë të ndërtuar nga burrat e gratë më të mëdhenj të kohës. Ta merimtojmë këtë trashëgimi secilën ditë, sepse liria nuk është vetëm fitore e një dite historie, ajo është një përgjegjësi e përhershme e çdo brezi, çdo gjenerate, dhe çdo gjenerat matet jo vetëm nga ajo që trashëgon, por edhe nga ajo që ndërton mbi atë trashëgimi. Jasharajt na lanë një amanet madh, ta duam këtë vend pa kushte dhe ta mbrojmë atë me nder. Kjo amanet nuk kërkon heroizëm të mëdha secilën ditë, janë kryer, por kërkon dëshmëri në shërbim, drejtësi në vendime dhe përkushtim të sinqert për Republikën tonë. Sepse shteti që kemi sot është fryt i sakrificës më të lartë njerëzore dhe për këtë arsye ai duhet mbetet gjithmonë në lartësinë e kësaj sakrifice. Baca Arifat, qëllimi i shuarjes së trungut tuaj familjar, më shumë se një qerek shekull më parë, ishte qëllimi i shuarjes së vetë popullit shqiptar në Kosovë. Qëndresa e juaj atëherë ishte rilindje e jona kombëtare. Rilindja juaj sot, mes brezave të ri, pasardhës të Jasharajve, është qëndresë e jona që na mban përpara. Le të rritet kjo shtëpi e madhe e juaja secilën ditë, pa që gjithë fatin e botës, ju, fëmijët e Kosovës dhe Republika jonë e përhershme. Zoti e bekov familjen Jashari, Zoti i bekov gjithë të rënët në altarin e lirisë. Lavdi, ju faleminderit. Tani e ka radhën deputeti Artan Aslani nga grupi multietnik. Shumë i respektuar Baca Arifat, e nderuara familja Jashari, të nderuara familja të dëshmorëve, e nderuara presidente zonja Osmani Sadriu, e nderuara kryetare e Kuvendrit zonja Haxhiu, i nderuar kryeministër i Kosovës zotri Kurti, të nderuar kabinet qeveritar, të nderuar deputet të Republikës së Kosovës, të nderuar ambasador dhe përfaqësues të vendeve mike, të nderuar përfaqësues të nivelit lokal dhe nivelit qendror, të dashur qytetar të Republikës së Kosovës. E enjta e pranverës së vitit 1998 nuk ishte ditë sikur ditë tjera. Ishte një ditë që fali frymën e historisë dhe e vuri provën e ndërgjegjës së një populli, dhe kjo ditë ishte sakrificë që mori formë, që mori qëndresë dhe mori zë, dhe liria filloi të shkruaj me shkronja të përgjakura, por të pavdekshme. Ajo ditë na jep sot neve mundësinë të qëndrojmë këtu në kuvendin e Republikës pa frikë, dhe na mundson të qëndrojmë këtu pa të flasim lirshëm, pa frikë, pa trokitje kërcënuese në dyrë tona, pa heshtje të imponuar, dhe komoditeti i ju sot është amaneti i sakrificës së tyre dje. Në prekaz një shtëpi u bë kala, një familje vendosi të mos përkulet.
Adem Jashari me familjen e tij nuk u bën vetëm simbol i rezistencës, ata u bën themel moral i lirisë sonë. Ata nuk mbrojtën vetëm një prag, por mbrojtën dinitetin e një kombi. Nuk mbrojtën vetëm një shtëpi, por mbrojtën të drejtën dhe lirit për të jetuar. Familja Jashari e shndroi dhimbjen në histori dhe historien në identitet. Sakrifica e tyre ishte më shumë se trimëri, ishte vetdije se liria nuk dhurohet, por fitohet. Epopeja e ushtrisë lirimtare të Kosovës është e pandashme me mbiemrin Jashari. Ajo epope nuk është thjesht një kapitull lufte, është një testament familjar, është një akt kolektiv i vetflijimit, është dëshmi se kur një familje qëndron, një këmbë ngrihet. Sot dua të them se kjo sakrificë nuk i përket vetëm një historie, por i përket ndërgjegjës